وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Dhe të falin, dhe të tolerojnë, a nuk duan që Allah, a nuk doni që Allahu i lartësuar t'ju falë. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është falës, është mëshiruesi, Allahu motër. Në këto ditë Bajrami, mundohu t'i ruash lidhjet parafisnore. Nëse mes njëri tjetrit keni pas grindje, keni pas mëri, deri sot kjo është një shans që t'ja shtrish dorën vllajt apo motrës, e t'i sheshoni çështjet mes njëri tjetrit, sepse asgjë prej kësaj dhunjaje nuk do të marrin me vete, përveç besimit dhe veprave. E prandaj le të jetë ky Bajram një hap drejt ruajtjes së lidhjeve parafisnore, për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe porosit, madje duhet ta dish se lidhjet parafisnore janë të lidhme me arshin e Allahut të lartësuar, dhe është lutur të madhe Zot, duke thënë: o Zot, ruaj lidhjet me ato që i ruan lidhjet me mua, dhe shkputi me ato që i shkput. Çështja është tepër e rëndësishme. Çështja është tepër e madhe. E ku ka më mirë se sa në këtë ditë të madhe të Bajramit, të ditë veçantë të këtij viti, t'i shtrish dorën vllajt e motrës e profeti alayhi salam, kur shkoi në Medinë, e dim fare mirë fjalët e para të cilat tha: o njerëz, afshu selam, wa aqimu at-ta'am, وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. O njerëz, siç kuptohet prej hadithit, o njerëz, përhapeni selamin, ruani lidhjet parafisnore, jepni ushqim dhe faluni natën, ndërkohë që njerëzit janë me gjumë të hyjnë në xhenet me paqe.